Një shembull se si luhet për klubin e zemrës me dashuri të madhe, vullnet të pashoq, por edhe me sakrificë, është ish futbollisti i Tërnozit Fatmir Bajrami. Ai ka qenë një mbrojtës ansor i shkëlqyeshëm në çdo ndeshje luftarak, gjithnjë duke dhënë më të mirën për klubin. Ai thotë se e ka dashur shumë dhe ende e dashuron klubin dhe futbollin si sport, ndërsa është krenar me arritjet e futbollistëve të rinj të klubit Tërnocas. Bajrami përveç klubit të tij të vendlindjes, për një sezon ka luajtur edhe te klubi kosovar Kaolini i Karachevës. Për shkak se ishte luftarak dhe asnjëherë nuk kursante veten në çdo ndeshje, Fatmir Bajrami ishte shumë i dashur për publikun, të cilët e krahasonin dhe e quonin me emrin e ish mbrojtësit të njohur francez të asaj kohe Jean Tigana. Shikues nderuar, në kuadër të emisionit të sotëm kemi mysafir ish futbollistin e Tërnozit Fatmir Bajramin. Për fillim, zotëri Bajrami, a mund të na përshkruani si keni filluar në vitin e largët tani, në vitin 1976 keni qenë pjesë e Tërnozit? Po, unë e pikës pari ju përshëndes televizionin e ju, punëtor, drejtorin, edhe ju përshëndes për emisionin që e keni zgjedhë, për rinin mbrapa që i kemi ma vonë të ta shofin dhe të na kujtojnë se kush jemi konën. E se bënët pitjen, une s'ka nevoj më me dhonën ato shënimet datëlindjen. Fillimi im hapat e parë në futbol i ka marrë në Tërnovc, në vitin 1976. Se që shifët edhe fotografia, ju thash më brapa, por si lojtar aktiv i rregullt loja me pik nuk e marrë pjesë, po i regjistrum edhe në loja miqësore. Ato vite zgjatëm pak se u ndërpre për shkak fushës, që nuk e kishmi fushën në Tërnovc, e din gjithë komuna rrethi se Bujanovci, BSK-ja neve nuk na kanë dhënë lejen për mi bo lojat në fushë të Bujanovcit. Besa do loja si mbajmen po di që jashtë i kanë majtë në për qera fshatra, e Bujanovci nuk na ka dhënë fushën. Në vitin 83, kur ka fillu Tërnovci për erdit, 83-84, unë ju m'inkuadru në Tërnovc në vitin 84, kur ju m'kthi për shërbimit ushtarak. Po, ti ceki më herët me gjithë sesion për Tërnovcin, kjo është biseda për Tërnovcin, në vitin 79 bona gara në Mitrovic të Kosovës tash, mini kluba që lujta disë sezona. Keni qenë student më të ko? Student isha atere. Në vitin 80 e ndërprejt ato se për shkak martesës u ktheva. Në vitin 81-82, si ju thash më herët, në klubin Kaolini i Karachevës, Kosovës. U afrova atje, më afru ndo shok. Fillova 81-82 që lujta. Ju më da shumë mirë atje, me shok, me loja. Pas andaj shkova se ka ushtarë. Vitin 84 fillum këtu veç pa të fillu, 83 futbolli. Dhe jenë në këtë kohë keni qenë ushtar, kur u formuar klubi? Vitin 83 kam qenë ushtar kur u formu klubi. Në fund vitit 83 ju më këthi. Edhe në ato vite e din mo dhe fshatartë, po dhe Lugina si për thrasmin e tash. Presheva ka pas atër klubin, po kur jënë lujt, jënë zhvillu lojat e tona në Tërnovc, sidomos Tërnovc. Gjithë Lugina o konë këtu. Kemi pas loja shumë të mirë, atash une
me marë une, mi dhonë ato lavdratat për mu, për shok, po më përgjithsi, po thamë. Ju kanë tregu edhe prind të juve, ma të vjetrit, mi gjallartë, me të vërtet ka pas një knatësi shumë të madhe. Për zdi, gjitha ato punë që i kemi pas në për bujqësi, me dohë, sidomos me dohë, një jemi marë në fshati. Po kena lonë atë ditë kur u konë loja, kena lonë edhe punën, vetëm t'jemi ati, me pleq, me fmi, vetëm se së konë tradici sot edhe vajzat dalin. Une për vete tash, po thom, aftësit sa i kum pas, aftësi shumë fizike, edhe psikike, pa talent shakan sodrinia. Pak ka pas atër në generatën 83-84 si talenta, me mosh 3, se unë kom fillu futbalin këto në Tërnovës 24 vjeqar dhe me thonë, atër im konë. E shumica shokve do ma 4, do ma 3, vetëm se kemi pas fitore të maja, ta cekja di, me data, me vite, nuk i mbaj mend, pak se i mbaj mend, thojnë shikust, ato ma te për mbaj mend, momentet, rastet, Fatmir ti këtë rast e boni, njëni thot ti ajo dha këtë gol, e na lojtarë përgjithsi s'kena kombi majtë mend ato momentet ma të mira, atë keqë të këqia të mbanë mend. Keni qenë mbrojtës, keni luajtur për të mocën apo? Isha lojtar mbrojtës me numër dikun fillu në Mitrovic, në Karaçev, në Kaolin, edhe në Tërnovës. Por kur u afrun dishat të na ishke fati, kishke edhe shumë lojtar klubi Tërnovësit ka pasën prej 83-ës kur ka fillu shumë lojtar. Me gjitha numrat e lojtarve shka ka pas nevoj klubi. Me të mbrojtës, me të sulmit, ka 2-3 lojtari ka pas rezervë, sigurisht. Por, une në Tërnovës lysha gjithni me numër 3. Da me thonë, anus për shkak se jam i djanshëm, i dikombe, me gjatë me qmajt këmë lujtë. E fatin e kisha desh, po e din gjithë kush i ka këshirat të loja, nduket se tash dikun djon në për do fotografie, do loja, dikush i tregon, ajo shumë mirë që edhe kje emision tjesë e mbrapa të shikojnë, a muni gjithë një thëmë, pse për do loja kur përbojnë që, shembol tash e kemi ditët e komandat leshit, pse nuk e bojna një loj, me gjithësi unë e smoj, po, kanë shok që po lujnë gjithë një, veterant me bo me klubin tash që është një loj. Këto me mbetën mbrapa, këto mirë që po thrasin shok vladër të Kosovës, të Luginës ama, e ku thamë ma herët lojtar tash përbjen me lavdru vetë vetëm, po e din gjithë. Kartona më duket se shumë pak kum pas. A i kum pas 3, muj me 3, ndështë e 4, po zbesaj. Pa nevoj shumë i kumarat. Po vendimi referi të konë ati. Loj kum lujtën, kum pas qef, kemi disciplinum, mës të lëndoj kundërshtarin. Ndoshta, më kujtojt edhe një rast, i ndjeri Recep Adilin pas thonë, ti je Fatmiri but shumë, ti më hash për dush mi shku kundërshtarit me frigu. O Recep, nuk e kom atë kështu në shpirt, se kom atë tradit se kom, unë i ka pas raste, ndashte ka pas raste, vetëm mos ta lëndoj kundërshtarin, edhe më ka kalu kundërshtari. Ato jënë konë shumë tralla, po kur s'ku me ndu të lëndoj, vetëm të nali. E shokt, si që
fotografia të regon vetë, zdi cëllit të thëmë që u konë i keq, i dopt në loj. Po dikush ka kontribu ma shumë, dikush ma pak u konë i kiqën në futbol se ka pas, jetën tjetër e ka pas. E une për futbolin besoni, edhe në kryem lujtë në Kaolin, po edhe në Mitrovic, po në Tërnovës, une gjdo mbramje, para se me lujtë, natën e fundit e kum pa ondër lojen. Se shatë do të bojna, qa që e kum pasat dëshiren e madhe, e kum pa a lojen së kur në humbjem fitore, e kum andru futbalin. Si thash më herët, nuk im kon një futbaler me teknik, po luftarak, shumë. Dhe më thonë me dëshirë dhe me qef të madhë ke lujtë. Po shumë dëshirë të madhe, me qef që edhe shumë e punë t'i kum lonë mbrapa për futbalin. Po falë, Zotit vllaznia tana, ke edhe gjem të fillun veç o rritën une, ke 81 gjali. Ato më kam përkra, tu dit në djerit vllaznit, më kam përkra. Mendimën atyve dhe e kumbajt edhe futbalin, se qofë se së përkra dikush, edhe së mund të vazhdash. Po këthena, pak mbrapa unë i përshëndeti gjithë futbalerat e gjeneratës, pishtat e gjashtës, janë në përperendim. Ato që se egzistojnë trenerat, të kretartë, që janë djerë se i diplo trenera, tashmo edhe një kretar i klubit në vdiq, profesori i matematikës, arsimtari, Vajid Januzi, po edhe Azize Bibi maj trener konën. Aga Ademna ka ushtru, Gjela është në Zvicër, Faikja Sharin e përshëndes, ajo është themelusi i parë i klubit, ajo dihet pa ndimën atina në sot e kishmi bo, po atër nuk e kishmi këtë fush, me gjithë që fushët e dini, ndashtë e kini pa ju të rritë, në për fotografia, në për incizime të hershme, une, kër e kum lëndu një argunin e djathë, në gurë, u ftofa për një moment se, kur s'do të luj ma. Sa që e lëndova, po kaloj java o shërova, fillova prapë. E keni pasur lëndime shpesh? Lëndime, falë Zotit, Zotit s'ka thonë, kur lëndim trond, sthimet, jo. Lëndimet për zdradmet, jënë konë ma trondet. Shpesh bile edhe shoqja e cek, unë e gjithë një aja i ka bo gati kripe kep qëtip, me gjithë një ka gjithë, si cili lejtarë. Qato lëndimi këm pas, lëndim trond, kur loj s'kom lom për lëndim. Mës të thëmë si rem, pa i lëndimi rondë, së është gjatja muskulaturës më ka bo, Gjela treneri në qitit e shkolla, e gjimnazit tashko është një fush arë sa po i shlavru, me nashtina për atë fush, me bo pregaditjet forta, kishëm lojem me BSK-jen. Unë e bona zgjatje, në atë vend bona zgjatje të muskulaturës, edhe së mbëlluj loj. Hisho është kër e pritat, në të sinë kër e ki matë madhe, lojen matë mirë, ndodhi shka, që te e kom pasat atë lëndimin, që së ne kom lujt lojen për shkak lëndimit. Me gjithat, je paraqitur në disa ndeshje kundër BSK-s? Po. Ndeshje, nditi ti numëroj, ti mbaj mend, po, ndoshta si cilë ndeshje, përveç asaj që po tëmë, po unë jem konë edhe, se thoi një fjali but, ishke një afert, një ko, vitët dikun 85-6, mos gabofsha, shkojshin përendim do shok të klubit. Edhe ishka e javë, loja me BSK-jen. Po më thojnë, Fatmir, ti dusht po shosh, po na shkojnë do shok, jashtë mosër luin, ti luin prapë. Me kishin, se gjdo kujtësën i thoshin, une i pranojsha. Do me thonë ato fjallët, ani në të shkojnë, a une po shoj, une e luj tjetër. Në të lojë më konë edhe pak ngarkum me nervoz,
kur e ka thi komën ai lojtari kundërshtari BSK-s. Ina diqish pak si me ngarkes, pse nuk më shtinëm për fillimit, po e ceka më herët, se ai mund ka mshu, edhe e ka dëmtu komën, nuk u konë që unë e i këmë shu ati. Ska qenë atë qëllëshme, E qëllimshme jo, kur thash më herët, kur s'ku me ndu një kundërshtar të lëndoj, vetëm ta fitoj duelin ose loja. Asi kun pas edhe mendime. E tash pak po kthena për lojtarët rinin që ai kena tash. Unë e jeroj shëndet për kësë edhe suksese më i spari në shkolla, edhe në futbal. Po shifët 5 vitët e fundit sa o bënën 3 të fundit, thëmë, Gjelbrimi, Kaloj jashtë, Noli jashtë, Samiri jashtë, djali i Zeri tjetri, nuk pja di emnin. Shqipëri. Këto janë suksese për Tërnovësin, jo që janë ato më të mirë tash se na kur kemi kon patër koha së kon, edhe kushtot e dini edhe ju pak, nuk i kemi pas, sa të kreme se si lojtar luftarak, shumë, po thom e shumë, heri na kon ma luftarak, ma me, e kena desht ma te për futbolin, se sa këto sot që dojnë, këto më duket pak sot, por publik tregojnë dhe një trike dishka, mo, si e përshëndes edhe atë simpatizant këto që e patën agallart, i kishin me vend do fjalë kur i thëshin luni me zemër. Këto do loja me të vërtet pa zemër i lushin. Ekipin e përshëndes ekipit që se harroj une, në bas generatave tona, ekipi që luftoj për të kalu një rang më nalt me ushtrien vraj që e patëm. Do me thonë generata Gjelbrimit, e Nolit, e shumë tjerë, Senadit, këto për mu jën konë ekip lirisht mund të qojsh me një likt partë Kosovës Shqipërisë. Se pak i këmë përcjela në Shqipëri në vitet 2010 të Noli si vizit. Aje ekip komplet e joni shumë maj mirë kishë më konën se Kosovar që ka do ekipa të ligës parë. E i uroj sukses ku tash trive tash, ne të punojnë, ne të ushtrojnë, se sot ka dhe përfitim, po dhe pse mos të ishe një futbaler. Kemi ndjemi atë knatësin edhe na vetë si fshatar, po dhe si ish futbolist, që prej cilit vend ka dalë. Kanë kushtet më të mira, vetëm duhet punë, vullnetin me pas, ma të madhë për futbalin për me arrit diçka. Do më thonë ende e do një futbalin sigur kur kënë qenë më i ri. Futbali duhet për atë sportit që e ka desht, ka lujt, po unë për veti po foli. I pregadita veç keshët e ndjerit, vlajt, a e deshtin kone fundit shumë, e kini për tjela ju të pipa shumë heraj, i në pandaru konë. Pa ti ka që ka pru një kushëri, këto sënë futbolit, po i baj kështu i ka dhe tjera të futbolit. Der njaft do të vazhdoj për dëshirën teme, po dhe për hirtë atina saj, kone fundit e deshtin ma shumë se unë e futbolit. Edhe shokt, gjithë një po më thrasin. Fatmir dush me ardhë, e kalon ma letë edhe jetën, edhe mërzijet. Thash, ju thash një ditë do të vi po, kuptohet, dijet na jeta jonë, falë Zotit, s'duhet me thonë për jashtim që timve mërzia, s'duhet me thonë se jeta keqë është, duhet vrapoj për jetë. Kemi familjen ma të ngusht, s'kum kontribu shumë me thonë vrapoj mas parës, se kum adhëru kur parën, jetën, vetëm të boj dishka. Për futbal, ku më ndru si tash më herët. S'kena pas kushte, as unë, as shumë kushi, kishim konë dë një vendën, dë një shtetë që na donë, se ki shtetë, kuptohet, na donë sa na donë, po për futbal me kalu, qish në ato vite, Lulzim Haliti, unë e ceki si Lulzim Haliti, vullneti,
Ridvani, që është tash në Amerikë, Kanadë, Burhani, Vokri, kena thonë, Burhani i Juve. Ato kam pas talent shumë të madh shtin dhe shtepe arrojt do tjerë, po një gjenerat mas atimve kanë ardhen, jonë këtu me numra Recep Adilin djerin mos të arroj, plot ka pas, po ato gjithë ma vonë kanë ardhën mbrapa neve se ma triun konë, une mbazi 5 Hondës, veç isha me gjeneratën e 76, po 76-ës gjenerat për vetëm ka lujt Vullneti, tana ka fillu në klub, Shenasia, për 76, edhe Luli. Qertësion konë, Njazia më zgabofsha, po jo, Njazia këtu shka është, a i vetëm me fotografi këtu i mbajment, kur shimë konë, Agazic kur ka ushtru me Nagipi shtegve, ka pas në seri, kanë thonë në seri, mbe emnin Savdina, sërsora shumë, futballeri mire konë. Po koce ka më herët, Lulzim Aliti atëri ka pas ato talentët, sukseset. Ozdia i kër e ka marrë gjujtjen e lirë me bo, e kena ditë 100% që i gollin, ato parabollat që i ka thonë. Lukmani, podi i kena thonë bë emnin edhe ati nuk ja di, edhe i ka pas shumë dhe gjujtje të mira. Ato gjindën të shkejt, perendim, dikush, Zvicër, dikush në Gjermani, dikush që Luli në Suedi, më zgabofsha. Sukses trive mbrapa shkajon futbolistëv ta mbajnë fushën, ta arrujnë futbolin, se kanë edhe shëndetin, edhe kanë diçka prej futbolit, prej sportit, së është e thonëm prej futbolit. Ne të mirë me një sport, se sporti është numër 1 që e mbarë shëndetin, shoqërien, rrethin, fshatin, familjen. Do me thonë njeri sportist, kur është mu ma mërmendja, e dojnë gjithë. Shikus tonë, ma herët e ceka pak, sha kemi pas shikus na, gjitha punë t'i kanon, me dal njeve me në këshirë lojën. Po, jo vetëm fshat, po taksistat u rendicin në për Vraskabaj me ardhë, në Vraj, Vladiçkian, Surdulic, në Bosiligrad, gjithë ka kena lujtën, kanë ardhë, plus në ka dhonë ushqime, pije, s'kena pas të ardhën në komuna tërë s'na ka ndimu. E majnë men peceki që të një plak, diherë nga taku, edhe ma ka thonë. Ta shpi vjenë se kur e lavdraj vetën, po e ka thonë, tregom sa ti mu, sa sum heket prej mendve aja, ti 1,65 m, më do ku t'jema, shumë sa shqate 63-4. Aj lojtari kundushtar sërbishke nga 2 metrëv, qish këceshe ti thëjke, ma shumë sa ja me shetopin. Thëjsh ato i bonë rinia, Vullneti, momenti, dhjetë në Sparta dhe momentet kur dush me bon ngritjen. Thash ato si arroj, ti s'kelon lojtar me kalu, gjithë po, ti të maj mend se ki ti pak edhe me njërë të ki ju koni dalum. Thash po. Faleminderit për kohën dhe për intervistën që ndatë për neve. Faleminderit shumë edhe njerë që kini ardhe, kini bo. Falmi ndashte i kërkoj falje shokve, generatës teme, ma të hershme. Kudo që janë i përshëndeti se ndashte shifët dikund, i përshëndes sukses të gjithve, shëndet njetë ma të mirë, atrive edhe njerë i thomë, rinijës tash e kina klubin, e din se të ardhuna s'kan këtu, po ne të punojnë për me shku ma të që se po shifët Kosovarë, po edhe për Tërnovësit s'po shkojna me Kosovën, Tërnovësit erdhë koha, vitin 2013-2014, më rëtën edhe në për Evropë, edhe këto e kam fatin me shku. E juve, më në fund, ju përshëndes si televizion, gjithë stafin, sukses e më punë, shëndet, edhe për këtë emision ju përshëndes edhe njerë. Se me të vërtet, emisioni që lumë, po ka nevoj shumë, edhe njerëz ma të vjetër se une, po ma tafë që i kam për cilë lojat, edhe me shenime, edhe me vite, edhe me data. E une thash edhe ma herët se, nuk mbaj me data, vite, po
atë sa ku mujt, ku më kontribu, sot me më thonë dikush, ndukët se trupi s'punon, po zemra, mendimet, apo vjen të lujna, generata jo një loj, jo gati me shku. Edhe njerë fanderit shumë. Ishte kjo biseda me ish futbollistin e Tërnosit Fatmir Bajrami, i cili mbetet shembull për të ndjekur për dashurinë e tij të madhe ndaj klubit. Ai dhe shokët e tij të asaj gjenerate, por edhe të gjeneratave të mëparshme, kanë vënë themelit e klubit të Tërnosit, për të cilin janë krenar shqiptarët e kësaj ane.